Hello, përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Shkon kjo çana me të fustankën, e? Ky fustan ka shumë i shkurtër njerëz, shumë i shkurtër. Kam veshur sorç nga poshtë, që i kam shtuar unë. Po thosha, ku i kam unë fustankat e mia të shkurtra? E thosha, shumë i bukur, pse si kam veshur? Edhe se vesha e kuptova pse se kam veshur. Jam me ditën e parë të ciklit. Mbase dikush do thoshte që do ishte mirë mos vishje diçka të këtillë. Por aha, sot ma thanë hormonet e mia të duken kypsi. Kam edhe këto shapka të reja që ju kisha treguar, shkojnë si ngjyra, besoj bukur do duken. E dini çfarë, mund të më vrasën dhomë, se si kam veshur asnjëherë. Ne jemi gati të shkojmë të nisim weekendin tonë me kafen e mëngjesit. Me që me plazhin e kemi keq, se si ju kam thënë e kemi larg, mendova mos iknim në ndonjë pishinë këtë weekend. Ore të marrim pak ngjyrë se e bardh mozzarella fare. I shef tetat mosha më të mëdhaja se unë, që vinë në palestër. Janë nxjerrë të gjitha që kanë bërë nga 2 javë plazh tetat. Janë me pension, shumë mirë bëjnë. Po unë, mozzarella style. E vërtet është që s'kemi prenotuar edhe pushime. E nuk e di fare çfarë do bëjmë, po do bëjmë, kur do bëjmë, si do bëjmë. Pak ngjyrë ka pak kështu të ndjem mirë. Të bëja laserin një herë, e pastaj të nxjem, por barabart nuk do shkojmë në pishinë. Kështu si situata ime ginekologjike. Çdo behar greqa më mban edhe më shumë. Edhe mua thot Klajdi, ndërkohë Klajdi se ka jetuar. Si nuk e kam jetuar moj, me Devin, me Leanën, e kam jetuar me Gazin, me Ketën, me suvlaki, me Fredo Espresso, Metrio, Gliko. E morë të gjithë esencën e muhabetit që dështe të bënte, apo jo? Bëra thënkat këtë javë dhe duke qenë që po i beja vetëm njut, këtu e shumë kom, thash po bëj një të kuqe, verore però. I like it very much. Thjesht nuk më pëlqejnë unazat me këto thënjë. Si për meje po flas. Do të shkojmë të marrim fruta, marrim ndonjë gjë të freskët, më bukurosh. Modorim normali voglio. Facciamo anche cetrioli. Nuk gjetëm shalqin. Gruaja që ishte para nesh mori shalqinin e fundit. E Klajdi jeton me shalqin në këtë periudhë. Bylli rrugën. T'ju them një fakt që më ka shokuar këtë javë. Më vura një story për Vinted, sepse kam parë që po shesën tepër shumë persona produkte të Shein, ashtu si i gjen në Shein, me fotografitë e Shein, në triplon e çmimit. Një fund që atje është me 12 euro, në Vinted e shesën me 40 euro. Edhe është po i njëjti. Edhe ju shkrojta që bëni kujdes. Mundeni fotografinë ta bëni screenshot nga aplikacioni Vinted direkt te Shein, edhe po është një produkt i atyre do ja u nxjerr. S'kam vënë ripin unë. Shumë gabim i madh. E kam vënë re këtë si gjë këtu shumë muaj. Edhe është gjuna, se më shkroi një gocë edhe ti i gjen shumë të lira edhe i shet më shtrenjtë, çfarë lidhje ka. E i thash që po unë shes peliçe për shembull ose produkte kashmir ose lana që ok, kam fatin të gjej më lirë edhe ditë do jap më shtrenjtë. Po produkti që personi do blej, barabart vlen më shumë se ajo që mua do ma paguaj. Një bluzë lana e kashmir kushton nga 120 euro. Unë mund ta shes 20 euro, mund ta shes 15 euro. Po tani një produkt që është 100% poliester, dihet që nuk vlen të japësh 40 euro, po një njeri që mbase nuk merret shumë me pjesën e copave, e materialeve, nuk e kupton këtë pjesë. Gjithsesi, nuk ishte kjo pjesa shokante e gjithë kësaj histori. Fillojnë po më shkruajnë 2-3 gocë. Angela e di që në Vinted shesën fëmijë. Edhe pyeta çfarë doni të thoni goca, më sqaroni pak më mirë se s'po kuptoj. Me sa kuptova ishte bërë më virale kjo si situatë në Francë dhe në Gjermani. Këtu në Itali nuk ishin ndigjuar shumë gjëra, tani kam filluar të dëgjojnë. Mbasi ma that juve, fillon të më dërgojnë gocat fotografi nga produkte në Vinted, ku vjen si fotografi një e kukull, një lodër, një arush të vogël, edhe shkruajnë 2 vjeç o 3 vjeç, kaq centimetra, femër ose mashkull, i urt, i virgjër, e gjëra të tjera. E çmimi i këtij arushit, kukullës, lodrës, le të themi është nga 30.000 euro, 40, 50, 60.000 euro. Është i qartë që nuk po shesëm kukullën, po shesëm diçka tjetër, edhe është i qartë që po flasëm për fëmijë. Mora vesh që kjo ka ndodhur edhe me sajte të tjera në fillim, me Etsy për shembull, që edhe ajo shumë e famshme, më duket më e famshme në Amerikë si aplikacion që shet më shumë gjëra artizanale se sa të përdorura. Edhe në të njëjtën formë po ndodh tani me Vinted. Nuk e di po Vinted nga ana legale ka bërë diçka deri tani. Shpresoj që ka bërë, sepse po nuk ka bërë, nuk është e justifikueshme. Ajo që më vret brenda thellë në shpirt realisht është që një njeri mund të shesë një fëmijë. Fëmijët e tyre shesën, marrën fëmijët e njerëzve të tjerë dhe shesën. Nuk e di si do që të jetë. Në trurin tim vetëm në filmat ekzistojnë këto tematikat, edhe në botën reale nuk ndodhen, po ja që ndodhen. Edhe nuk e si ndodhin dikur, ndodhen akoma sot. Shesësh njerëz është akoma e mundur, absurde. Nuk e besoj dot që e bëjnë kaq hapur azi, kaq kollaj, kaq lirë, pa patur frikë që do i kapën. Nuk e di po meritojnë të jetojnë këta njerëz. E them nuk e di sepse fundja kush je ti që të vendosësh kush jeton apo jo, por të shesësh fëmijë, edhe gjërat që shkruan atje janë 100% seksuale, e dim për çfarë po e shet këtë fëmijë, po e shet që ky fëmijë ose të humbi jetën e vet shumë shpejt ose të vuaj, sepse është muhabet, po ti nuk mund të rrisësh një fëmijë edhe
t'ja japësh një familjeje tjetër, edhe është ndryshe kjo gjë që po bëjnë atje. Ma shpif, vetëm që po e diskutoj, vetëm që e mendoj këtë situatën, kam këtu një gjë që më bën të dua të nxjerr zorët e mia. Dhe keni shumë kujdes për fëmijët tuaj, keni shumë kujdes realisht fëmijët tuaj. Ti rini afër, ti kontrolloni, po kthehemi në shtëpi sepse janë 36 gradë. Faktikisht jo, do ndalojmë te Action. Njerëz, është hapur Action afër shtëpisë tonë. Falemintoha thot Klajdi. E pa Klajdin mëngjes më tha ja, është hapur Action. Gjuna jetë hapur, mos shkojmë ta vizitojmë një. Ka edhe sushi ngjitur. Shikoni sa arzien të bukur që ka. Edhe është shumë e organizuar brenda. Edhe kjo është shumë e bukur. Edhe është me gold e gjithë pjesa anash. Pafund organizues. Por e vërteta është një të këtill nuk e kam. Edhe më pëlqen, po jam e sigurt që nuk do të përdor kurse disa. Ky budalla leku këtu është thjesht marketing i gjallë. Në makinë nuk ka as vend që të vekte. Makina ime s'ka vend që të vesh gota edhe gjëra. Tani në palestër të marr gjithë këtë veti se si më duket, kështu që nuk më duhet. Por mbase më motivon që të pi ujë në përditshmëri. Nga një ran, nga ana tjetër, si ju thosh është thjesht marketing. Këto pjatkat shkojnë sa të bukura që janë. Shumë cute. Edhe këto më pëlqejnë, por janë pak më dimërore. Kjo për sallatën, yll. Edhe futet edhe në lavastovilje. Ato që kam unë nuk futen në lavastovilje. Shumica pjatave, prandaj i laj edhe në dorë. Erdhëm si përfundim për sushi, kam shumë kohë pa erdhur. Mbase që kur ishte mami me Leanën këtu, apo po egzagjeroj. Po egzagjeroj kemi erdhur e bashkë. Njam. Kjo lukeni me shmundsi po të marr thjesht pjata që han normalisht, do më dal më lirë se sa të paguaj lukeni. Për aq sa haune. Të lexojmë njëherë këto, zive. Qa thot pati jo? Mëra fortune cookies. Ja dhe qeni të haj. Ka sheqer. Ka sheqer kjo. Imja thot everyone loves you because you are a good hearted person. Thank you very much. That was so sweet. It's a promising month, but you should stay on your guard. Është muaj i mirë, supozojt, po duhet të kesh kujdes thot. Shumë misterioze ajo e Klajdit. We're back. Ai gjipi që ka Klajdi për këtë ditë, pas e dilet lëkure, po me këtë vap mu përvëluan këmbët. Sigur di kam djegur. Të bukura janë pamje, por nuk volesën fare në behar. Të kujtojnë për kur të blej gjipin tim, që bëj një action haul. Nuk është shumë excited. Mastro Lindo, bledi Fevziun për të larë Cimenton. Zif duhet gjithmonë. Ma ka fiksuar ketulla këtë. Ndihem që po s'kam zif në shtëpi, atëherë diçka nuk do shkoj mirë. Morë edhe këtë që është multipurpose, e thotë që është me rozmarin edhe me ginger. Ta provoj njerë sepse Rafi me këto ishte thuajse bosh, kishin ngelur shumë pak. E nuk e di po kjo ndodh sepse është shumë e mirë apo shumë e lirë. Gjeta këtë face mist over makeup, që është krem dielli me 50% mbrojtje, që ta bësh kështu pës si për make-upit, e mos të prishet make-upi. Edhe kjo nuk e di po do jetë e mirë, por shumë kurioze jam, edhe po të jetë e mirë, të më pëlqej vërtet shumë. Kjo është shpëtim, realisht duhet. E merr me vete kudo që del tani me këto temperaturë, fut në çantë edhe çdo një orë. Pastaj mora këto për lulushe. Si janë si akullore për qenka, thot që hajte gjitha kjo, është e bërë me fruta të ndryshme. Duhet ta fusim në frizer tani. Edhe mbas 3-4 orëve do mundem t'ja jap një ta provojnë po do i pëlqej apo jo. Më duk shumë interesante. Kto që vdes Leana për këto më duket. Ajo mi ka bërë ti provoj për herë të parë. Që Leana i merr në Jumbo, i gjeta shumë nice, i morëm. Thashë do ha mirë tani këto kohë. Pres dallalliqet e tepërta, por merdi cikli diell të mora edhe me mdems me sol karamel. Këto nuk duhet i kisha marrë. Se këto hajmo, una një qese patatina e shtyp 6 ditë thuajse që ta mbaroj. Mirë, egzagjerova tani, po këto i masakroj. Tu nuk di ta mbaj dot veten, të çokoladrat s'mundem. Marr edhe qeska për banjën se janë shumë praktike të lira. Ka që ishin blerjet e mia te Action. Pastaj te fruta verdurat, morëm gjërat klasike që marrim gjithmonë. Sallat, jo po qepka, domatka, kastraveca, piperka, klasike. E kam vënë që në mëngjes lapsin, ngrapiva, akoma këtu është. Ditë të zgjedh produkte për buzët, ç'të bëj? Ti bëj edhe një haul. Është një haul i shkurtër, por jam përsëri produkte nga Shini, që ju kam thënë, mundeni të gjeni brande të ndryshme, edhe ato më të shtrenjta, si për shembull këto që shikoni këtu. Kjo është për burrin. Burr. Oh, for me. Por no. Faleminderit. Zoti frujt. Zoti ti kështu. Tani po kisha vërtet nevojë. Do ishte mirë të kisha edhe tuta. Sa i faleminderit rob. Faleminderit. Shumë polioreo. Shkoj puckat e mia sa bukura polioreo janë. E doj dhe ti të marrë një palë kështu të pëlqejnë. Mora blu, të më duket që me xhinkse, e pantallonat të zeza do duken shumë të bukura. Po bëj gjithë koleksion. Me sa po kuptoni, edhe brenda ka edhe këto lidhset e bardha, që mundem të ve këto në vend të këtyre bluve që ka, edhe pse mua më pëlqejnë këto blut, më duken më settled. Ti gëzojmë.
Jemi pa internet që dje, jo vetëm neve, gjithë lagja, edhe banka na dërgoi dje email, mesazhe që do rinë mbyllur sepse nuk kanë internet, pyet edhe komshit nuk kanë internet, kontaktuam ata thanë është një problem gjeneral që po mundohemi të rregullojmë. Sot na dërguar mesazh thonë që problemi duhet të jetë zgjidhur, por ne barabartë kemi internet. Edhe po, mua interneti më duhet për punë, but what can we do? Gjëra që ndodhen. Vesha bluzën time me sardele, të ri me rehat në shtëpi, se faktikisht duhet të bëj ndonjë punë që të mbledh pak, por të paktën është dita e parë, bash shumë kohë, mbas mbi një javë që po ndiem realisht mirë. U zgjova sot edhe sikur u rilindaj vëlla, sikur më kthej lumturia në trup. Si zoti kjo faza e përciklit që po ju thosha më kishte dalë edhe herpes, edhe po i shikoja të gjitha terta në jetën time. Nuk po gjeja drita sekundi. Edhe ishte kështu deri dje në darkë. Sot në mëngjes thjesht u zgjova edhe është rikthyer humori im. Ndiem prap Angela e vjetër. Ndiem që unë doja dal në këtë jetë. Nuk e di kur edhe si e qyshe tek, por nuk më jep më bestim. Ndiem që doja dal si do që të jetë. Deri dje ndjesha që çdo gjë që bëj është pa kuptim, që unë jam një dështake, që unë nuk vles si njeri. Çfarë të bëjnë hormonet e shumë gjë e keqe, edhe kësaj radhe më vonua shumë cikli, edhe kjo periudha për ciklit u zgjat më tepër se sa do duheshe, sepse trupi ishte përgatitur, I kisha shenja, fryrja, dhimbjet në gjoks. Doja që do vi pa I zvinte, e sa më shumë nuk vinte aq më keq psikologjia ime. But we are back. Desha të pastroj pak këtë. Prandaj desha zifin, se këto të Ikeas nuk pastrojnë aq kollaj. Duam pak fërkim të fortë. Mbaka shumë herë të mirë ky zifi. Ndërkohë që kam filluar të laj pak banjon, po shikoj edhe një podcast që e kam nisur që në mëngjes. Është në greqisht, për ju që jetoni në Greqi më pëlqen të shikoj në përgjithësi në blog. Edhe tani ka thirrur një çun që merret me ekonominë, burr jo çun, ka studiuar për këtë dhe është edhe mësues nëpër universitete, jeton në Singapur, edhe thotë që ka një kanal YouTube në greqisht që quhet Greekonomics. Do hyj pastaj të shoh videot e atij. Por më pëlqen shumë mendimet që ka deri tani, të paktën për aq sa po dëgjoj në podcast si po ju them. Edhe nuk flet vetëm për ekonomi, flet për ekonomi edhe politikë. Si ekonomia ka lidhje me politikën, me njerëzit, me përditshmërinë, me. Shumë interesante si podcast. Συζητήσεις να κάνουμε και θελοντικά. Αν γίνει μια στραβή, περιορίσει να κάνει πλέον δεν είμαστε. Tani që laj çmenton, thajt direkt. Sa e kaloj leckën? Pup thajt edhe ajo bashkë me kalimin e leckës. Direkt. Lajtja është që po pastron në borin, po pret barërat që kanë rritur shumë të themi të vërtetën. Nesër me shumë mundësi do rim edhe të lajm këtë pjesën këtu, sa dalim nga kuzhinat, se ka nevojë të mbledha merimangat, dua të laj edhe tapetin që kam këtu në sallon. Me shumë mundësi themi ta bëjmë nesër të zgjohemi pak herët, mos na bjerë gjithë dielli në kokë. Shpresoj ta bëjmë këtë zgjimin në herët, se është I vështirë. E unë them të filloj të përgatis kuskus që ta hajmë për darkë. O punëtor bukurosh, vllodhe, pastrove, po ka lezet ta shohësh burin kështu. Po të vjen një dinozaur nga mbrapa. Pritet të tregoj mami çfarë të blevi babi. Hajde të shikos çfarë të blevi babi një lodër të re. Tu kemi shportën me lodrat e lushës. Mori frisbee, don të luaj me këtë. U emocionua çuni dhe vajti të bëj nevojat. Gruaja po të përgatit kuskus. Ja të shohim si do bëhet kjo. S'ka luse frisbee, nuk e kape dot ti në ajër atë. Si gëzon zemra ime. O Lucy, po duhet të mësos ta kapës në ajër atë me Lucy. This looks so beautiful and yummy. Ja dola u zgjova në orën 7:30, tani ora ka vajtur 8, edhe po fillojmë jashtë. Vapa është gjatë, mjaft shumë e fortë. Mbledh këto rroba që ndeva dje, që të mund të vazhdoj me fshirje, larje e gjithë të tjera. Kisha haruar që kisha vënë edhe këto për të larë. Ishim brenda në lavatriçe që dje në darkë. Dje në darkë pam filmin Pekori sotto copertura ose The Detective Ship. The Ship Investigator. The Ship Investigator, si ishte emri. Unë desha të shkoj të shoh në kinema, të them të drejtën, se deri para një 2 javësh ishte në kinema, nuk ishte dalë në televizor. Edhe I thash Klajdi të hyrë të shohëm në kinema në çfarë ore ka sot këtë filmin. Më tha Klajdi, po unë e kam parë në televizor këtë filmin. E japën në televizor. Thash ku bora, më thanë në Prime. Unë Klajdi në Prime vërtet ishte atje. Të s'po e besoja të them të drejtën. Edhe kisha dëgjuar disa italianë që thoshin erdha ta shoh kështu kot, edhe si përfundimisht është shumë I bukur. Është film familjar, mund ta shikoni me fëmijët tuaj. Edhe realisht ishte shumë I bukur. Plus ëndra ime kur isha vogël ishte të mundem të flas me kafshë. Kështu që mbasi pam filmin e vajta ja futa gjumë gjithë natën, po shikoja ëndra që un po flisja me kafshë. Kishte edhe aksion, edhe mister, ishte edhe prekës në fund si film, like it. Ja u këshilloj pafund. Tani po nuk e jam Amazon Prime, nuk e di ku mund ta shikoni, të them vërtetën.
ju laga. Kam lagur pa kameran. Burri im që kur filluam punën tani në mëngjes po më thot hajde shesim shtëpinë, të marrëm një më të vogël. Shkreta Angela, nuk do gjej paqe në këtë jetë. Kryeministri jon nuk do t'ja di fare, se populli vet nuk e do fare. Ai thot, jo mua mos jovën, unë do ri këtu, edhe pse nuk funksionon fiks kështu situata. Si thot Klajdi nuk jep dorëheqjen se po u dorëhoq humb imunitetin parlamentar sepse ta dini që ekziston imuniteti parlamentar, kush është në parlament çfarëdo që të ketë bërë. Jo çfarëdo që ketë bërë, mos e di. Nuk po themi tani të vrasë njeri, por për shumë gjëra është i mbrojtur, nuk mund t'i bëjnë asgjë, sepse është në parlament. Po iku ai e të dorëheqet, e ta hapen nga spaku kontrolli gjëra situata, futet në burg. Për korrupsion edhe. Mëra jashtë ajo. Mëra jashtë ajo. Futet në burg, po, ndërsa po të ri në parlament nuk pëson asgjë. Prandaj s'ka për të dhënë dorëheqje ai, po nuk e hoqëm ne me zor. Çfarë jetë e padrejtë që është kjo burg. Me këtë protest kuptova që kemi njerëz inteligjent në Shqipëri. Kemi një rini që ka truet e funksionon. Po duam ta bëjmë ndryshimin, mund ta bëjmë. Jetë e vështirë, po ndryshimi gjithmonë ka ardhur nga njerëzit e mençur dhe inteligjent. Po This is the art and he is the artist. Good job! Mbaruan para se të vi vapa e madhe. Ora është as 11, thuaj se 11. Dua të hyj urgjentisht të lajm, po do shkoj një herë Klajdi. Ka bërë gjëra më të rënda. U baj dhe çull me tapetin derisa e vuri lart të shkalla. Por e dini çfarë jam e kënaqur sepse bërëm mjaft shumë punë. Jo të gjitha, sepse ju kam thënë shtëpia ka gjithmonë punë të tjera dhe po dua unë në këtë moment vetes time t'i hap punë munde, shumë kollaj. Domethënë mundem t'ju numëroj të paktën 7 punë në këtë moment direkt, edhe duke menduar edhe më shumë do kujtojmë të bëj. Por është dje, kam ciklin, bërëm javë shumë punë, edhe doja lë vetes time ditën për qetësi, shpirtërore edhe mendore. Koma s'kam pirë kafen e mëngjesit. Duke lënë që ka pivar mëngjes edhe o burra me vrap. Duhet urgjentisht të lajme dhe të pastroj kamerën që bëra me ujë çfarë. Po që më fliet gjumë, preva edhe pak fruta të ha, që mos ha budallalliqe, sheqera, patatina, po diçka të freskë, që më bën edhe mirë, nuk konsumova edhe mëngjesin sot, kështu që të paktën të ha këtë. Look at this beauty, çdo gjë është e pastër, peshqirat atje do futen për tu lar prandaj janë atje. Tu, ka lezet, nuk ka plura, nuk ka marrë manga, çdo gjë duket e bukur. I pëlqevi shumë kjo akullaria, që i blevëm jepja. O lopka i me ti që më tunde dhe bishtin nga gëzimi. Mirë mëngjes, nga dita tjetër, nga e hëna. Sa po u ktheva nga palestra, e fillova të hënën time mirë, thjesht tani nuk po më funksionojnë me krahat. Vera sot to super mega krahat e mia, po nuk po i ndjej më, e po më dridhen. Nuk bëra edhe dush nga atje që kam ciklin e nuk më duket shumë higjienike. Plus e po hyja në makinë, më mori korrieri. Më ka lënë këtë pakon. Unë nuk mbaj mend të kem porositur diçka. E kjo duket si diçka nga vintage, printimi që ka përpara. Okej, e kuptova çfarë është. So happy, ka film brenda, s'po e kuptoj. A është për bashkëpunim, kështu që nuk mundem t'ja tregoj tani. Se dhe shikoni në Instagram. Në përditshmëri unë shkoj në palestrën në diel. Sot është ditë e kam mbaruar palestrën, vajta më herët. Sepse me këtë vapën sa më herët të mbarosh gjërat që ke për të mbaruar, aq më mirë je. Dje nuk ju filmova shumë, sepse si ju thash, ishim të lodhur. Klajdi sidomos kishte nevojë për shlodhje, edhe vendosëm që ta kalojmë të dielën tonë në divan, duke parë kryesisht YouTube. E ndja ashtu bërëm. Ishte edhe dita më e nxehtë e kësaj periudhe që po kalojmë dhe nuk ishte kuptim ta kaloja jashtë, domethënë ose duhet të kishim vajtur, nuk e di, në plazh, që nuk bëhej fjalë në atë moment. Nuk kemi as liçen këtu afër drejt të haj tani që po e mendoj. Me që se mbarova herët, edhe duhet të kaloj pak orë derisa të ha drekën, do bëj një smoothie me proteina. Puna është që s'kam shumë fruta, kam vetëm pjeshka, sepse si ju thash Alqi nuk gjetëm. Pjeprin e preva dje dhe hangri të gjithin Klajdi, të gjithin e mbarovi. Nuk e di si e bën këtë gjë këtë shumë, kështu që do vëmë çart të kemi në shtëpi, se edhe po prishen këtë. Vërtet është që idealisht duhet të shkoj në supermarket, të marr edhe pak pul që dua, e na ka mbaruar edhe fruta. Tani do jetë mirë kjo. Do dilte më mirë po ta kisha ngrirë pjeshkën, por e ftohtë ishte barabartë se ishte në frigo, edhe mund t'i shtoja edhe aku. Patjetër edhe fruta të tjera po të kish. Do e mirë, super e mirë është. Ka dhënë shumë shi edhe proteinat që vura, se më duket ishin me white chocolate. Është mirë të konsumosh proteina mbas palestrës, diku te 1 orë mbas palestrës. Edhe po ja jeni një njerëz që konsumon duke ngrënë mishra e gjëra të tjera që kanë proteina, atëherë super. Unë që nuk jam shumë tip i tillë, jam më shumë për verdura, domethënë konsumimin e fibrave, edhe pse mundojmë që çdo vakt të ketë proteina, barabartë mbase nuk kanë atë kuantitetin e duhur, e kjo ndihmon. Nice, po ja them të gjitha këto, po më besoni hera e parë që kur e kam bler atë proteinën që po e pi, edhe
ka kaluar sigurt një muaj të paktën që kur e kam ble. Por që nga shumë e mirë. Po sot vajta në super, marr ti prej sopka të vogla frutat e mia, ti vën në frizer dhe ti kem gati. Tapeti u tha dje brenda 3 orëve. E mblodhëm, e kam futur në qese plerash sepse nuk dija ku ta vija. Mbase duhet ti blej një cover apo stafat për këtë punë dhe tani po pres që Klajdi ta çoj lart te Papafingo e ta rispresëm nga shtatori, tetori, diku aty. Dikush më tha që në Roseto ka edhe amita me qershi. Po nuk po i gjej, po kërkoj po nuk po i gjej. O krokodil, o kërëndaj. Erdhi dhe Klajdi në shtëpi si përfundim. E thash hajde ikim direkt super. Atje kam koleksion me rroba të ndera. Futaj çati palos, nuk ishin thar mirë edhe i ndeva atje, s'kam çat bëj. Po mendoj të bëj një sallat me punë. Banane, që të rrit ta pres njërën direkt e ta fus te frizeri. Mora edhe këto për smoothie. Mora tepër shumë kosa, balsamiko që përdor te sallatat edhe te kuskusi. Must haves të sezonit, parfumi im. Nuk ishte autan normal, kishte autan tropikale, parfumi njërin tjetrin. Mora këtë që se kam provuar, shpresoj mos ketë erë të keqe. Edhe mora edhe këtë që është mbasi të kam pickuar, sepse sado që unë përdor këtë ato barabart më pickojnë, duhen të dyja në shtëpi. Edhe mbyllëm mirë bukur me barista. Zhdekja. Belo. Bur praktikisht frigoriferi jon ka jogurt, ujë, akullore, feta, sallat, kastravec. More edhe salca pesto që na kishin bërë. Po kush harroi të marr sheqer? Una. Më të rëndësishme nuk ju tregova. Shalqin, që akoma sot nuk di ta zjedh, akoma sot jam 31 vjeç dhe mësua zgjidh shalqin nuk di. Po ato që janë pa fara brenda, si i bëjnë? Është tipologjia e vet. Po nuk mund të lind ashtu, i kemi bërë ne të linden ashtu mbase. Ulem neve rehat të një gjë të shkret, ose modifikuam njerë. Përgatita të qeska të ketë edhe banane, edhe këto këtu të kuqejt, edhe këto manaferat e zeza. Kjo është sa për 2 smoothies. Për 2 ditët në bashki jam e përgatitur. Orna, gati. Preva edhe shalqinin ta kemi gati. Edhe shalqinin e ka zgjedhur Klajdi jo të mirë, më tepër se të. I thash bravo të lumt bur. E më tha, ditë zgjedh mirë. Unë i thash, si e zgjodhe kaq të mirë, më mësoj. Mua më than gabishti e pa. I thash kush të ka mësuar këto truket këtu kështu magjike, si ti shikosh shalqinin. E më tha Instagram Reels o gruma kanë mësuar Instagram Reels. Okej, ta super. Kam prerë edhe pulën, e kam vënë air fryerit të bëj. Kam vënë këtu pulën që ngeli që ta kem për një ditë tjetër ta ha. Po ti e gjaj prerë që mos përktoj. E tani duhet pastroj marule. Puna është që dje që bërëm moborin, ka filluar sikur po më rjepë dora. Është e gjithaj thatë edhe më ikën lëkura nga kudo. Shumë e çuditshme se nuk më parandodhin gjëra të këtilla, po kam marrë që edhe më pien duart. Jo më pien, se është tjetër xhampirja. E dini kur jeni shumë orë në ujë edhe ju bëhet lëkura si e mbledhur, si e rrudhosur, si e mplakur. Edhe sikur të laj 2 gota, do më bëj direkt ashtu lëkura këtë ditë. Nuk e di po ka lidhje lagështia, vapa, dehidratim, pse si qysh tek, por është një gjë që po më ndodh. Po bëj procrastinating se nuk dua të laj edhe sallatën. Kam 1 orë në këmbë që po pres, paketoj, po laj, po ripres, po rilaj, tuk tuk tak tak. Mund të jetë sallata më basic që ekziston, por më e mira, sipas gustove të mia.